Zyrtarisht në akuzë nga SPAK, Belinda Balluku del nga prokuroria e posaçme, ja çfarë tha. Belinda Balluku ka dalë nga SPAK. Ajo u shpreh e gatshme për të bashkëpunuar me organin e drejtësisë për një çështje që është nën hetim nga ana e SPAK, por nuk dha detaje. Në respekt dhe emër të organeve të drejtësisë, kam pranuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për një çështje nën hetim. Si një qytetare e Republikës së Shqipërisë dhe si zyrtare, shoh këtë si një proces që do të jetë i bazuar në transparencën dhe llogaridhënien e drejtësisë që besojmë, tha Balluku pasi doli nga SPAK.